Në gjykatën e posaçme vjoi dëshmia e Erion Alibejt, të penduarit të drejtësisë, që këtë të martë foli për vrasjet e Emiliano Ramazanit, Regis Runajt dhe Bujar Çelës, ekzekutime të urdhëruara prej tij si pjesë e akmarrjes për vrasjen e vëllait Endri Alibej. I penduari i drejtësisë tha se për Emiliano Ramazanin dhe Regis Runaj ka kërkuar ekzekutimin e tyre pasi ishin njerëz shumë të afërt me Talo Çelën, Mikel Qosen dhe vëllezërit Hajdar dhe Franz Çopja, ndërsa Bujar Çela është ekzekutuar vetëm për lidhjen e gjakut me Hasmin e Alibejt. Për të trija këto vrasje, Alibejt deklaroi para gjykatës se si informator, ndër të tjerë ka shërbyer edhe shtetasi Giuliano Hoxha, i arrestuar në kuadër të operacionit Plumbi Art, me të cilin u përball në seancë. Giuliano Hoxha ju kundërvu deklaratave të Alibejt, duke i treguar se dikur ishin shumë të afërt bashkë. Madje ai ka shoqëruar në varreza familjare të Alibejt, nënën, motrën dhe bashorten, por Alibej tha se nuk e mbante mend këtë pjesë dhe e falenderoi nëse i ka shoqëruar. Me nderqofsh, po ku din der ti, je palaço fare, ju kthye Giuliano Hoxha. Më tej, ai e pyeti Alibejn nëse kishte planifikuar vrasjen e një vajze në Elbasan dhe në këtë moment, Erion Alibej i thotë që të pyes Suel Çelën duke shtuar se e gjen atë në Peqin.